Të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike, koalicionit për Shqipërinë Madhështore, do të duan se në komunikimet e tyre në televizion, rrjetet sociale dhe në të gjitha platformat e komunikimit online, 80% të kohës së tyre t'ja përkushtojnë programit të Partisë Demokratike dhe 20% du t'ja përkushtojnë sulmit ndaj kundërshtarit politik që është Partia Socialiste. Kjo është porosia që Sali Berisha u ka dërguar përmes një mesazhi në telefonat e tyre çdo kandidati të tij në zgjedhjet e 11 majit, ku i porosit gjithashtu që edhe sulmet ndaj kryeministit të vendit Edi Rama dhe Partisë Socialiste do të bëhen vetëm me porosi të strukturës drejtuese të Partisë Demokratike, pasi fokusi i kësaj fushate nuk do të jetë sulmi ndaj kundërshtarit, por t'i bindin qytetarët me programin e Partisë Demokratike. Ju nuk reagoni në korp për Ramën dhe deklaratat e tij pa marrë porosi. Thuhet ndër të tjera në mesazhin me 7 pika që Sali Berisha u ka dërguar kandidatëve, ndërsa shtohet se me Ramën dhe qeverinë merruni kur denonconi çështjet gjatë shpjegimit të programit ton, dhe në atë rast duke ruajtur raportin 80-20. I pyetur nëse strategu i fushatës së presidentit Donald Trump, Kristla Stivita, ka nisur punën në Shqipëri për Partinë Demokratike, Sali Berisha dha këtë përgjigje. Kristla Stivita, unë të garantoj që është në aktivitet të plot dhe unë jam komunikim të vazhdueshëm me bashkë kryestrategun e fitores më të shkëlqyer në historinë e njerëzimit, që ishte fitoria Donald Trump. Të vazhdueshëm, online, shpejt, përfaqësuesi i firmës së trenë firmë do stacionoj këtu me ekipin tonë. Ai do vi, do shkoj, me një fjalë, është në aktivitet të plot. Duket sikur tani më loja është e hapur dhe lojtarët politik janë në fushë për përballjen finale të 11 majit që ose do t'i jap Partisë Socialiste mandatin e 4, ose do të rikthejë Partinë Demokratike në pushtet.